Unë besoj fuqimisht se me Denis Gafurin, që është folës motivues, trajner dhe konsulent biznesi, mund ta trajtojmë shumë mirë këtë temë nga disa prizme. Denis, faleminderit shumë që erdhe sot. Faleminderit për ftesën, Erik, është ndër kënaqësi me qenë pjesë e këtij emisioni. 29% e punëtorëve ndihen emocionalisht traskapitur nga puna. Domethënë, fjala është traskapitje, nuk është lodhje. Po. Çka duhet bëj dikush që të ndjehet i raskapitur në punë? Okej, edhe jam shumë i shqetësuar për këto informata që po vijnë prej Eurofondi që kanë bërë këtë intervistë edhe këtë vlerësim. Edhe unë mendoj që krejt qëllimi është mënyrën se si e shohim punën. Është percepcioni i punës, vlerat e punës, nëse thjesht e punës si lodhe, si raskapitje, çashtu ka me dalë. Edhe ajo ndikon psikologikisht, mas shumë ti psikologjikisht, për me u lodhë. Na në start ditën e fillojmë me një fjalë që na e diskutu pak më herët që kemi marrë prej malazesve. A u lodhe me mëngjes, si tash. Është formë përshëndetje në Kosovë, fatkeqësisht ndoshta sepse shumë e kanë kritikuar këtë qasje. Po, unë të na në trajnime në sedhen e parë që e bëjmë që e eliminojmë këtë tonkojnë, atje mundohem me eliminu, se ndikon në vetdijen e një personi që më u lodh me mendu. Ti si shosh mëngjes, përshëndesin, po a u lodhe. Një kanë ndodhur mua në Malzi, kam qenë në hotel, edhe po më vjen ai zotëria, po më shërben a u lodhe. Domethënë është edhe në Maltëzi njëjtë sigur. A u lodhen pikë mëngjesit. Po, na e kemi marrë prej aty, po çaj kemi bërë tash, na e kemi fuqizuar më shumë. Edhe në Shqipëria kanë vendosur tani i lodh mërzit. I lodh mërzit. Maqedoni akia hala derte, hallë edhe derte. Kështu që kjo mënyrë të pavetdijshme, mënyrë psikologjike ndikon që njerëz për me fillu me mendu për lodhje, se 5 herë me ta bëu dikush au lodhje, ja nis me mendu për lodhje. Na kem shumë gjua shqipe është shumë e pasur me fjalë bukura, mirë dita, po ta uroni ditë mirë mëngjesi. Tu ngjatjeta, tu zgjatjeta, kupton ka shumë sende të bukura, shumë fjalë shprehje të bukura që ti mundesh me përshëndet dikon, edhe mos me përdor gjëra të cilat që të kthejmë bas dhe që ti me mendu negativisht. Unë mendoj që ajo sendi poshtë që do të me mendu. Edhe kjo mandej vijnë gjëra tjera, percepcioni i punës. Çka është puna? Puna, shumë e bukur. Te kjo percepcioni varet ç'është punën. Ka dikush njerëz që shohin punën si obligim, si detyrim, si maltretim. Edhe ç'është ideal. Ka dikush me orari punës zakonisht është 8 orë. Po si mbas studimeve prapë që më bëu këtu as 3 orë efektive nuk bëhet punë si duhet. Kemi pas një bisedë shumë të mirë para disa kohësh, pikërisht kur ne pyetëm nëse duhet me shkurtu orarin e punës ose duhet me zgjat ditët e fundjavës, të bëhen 3. Kjo ishte përgjigjja juaj. Tash të kjo puna e percepcionit, punës, si e shoh punën unë e pëzoj, mi u sqaru mas mirë, mas letës unë për vetë punoj shumë. Punoj prej në gjartë mëngjes zona, shkojmë fitness, e bëj tushin, dal në punë, ndodh ka një deri në ora 10, më mirë punoj në zyre. Edhe nuk di lodhe, nuk është, nuk jam robot, jam njerëz që kret tjerë, po ajo që e bëj unë e bëj me shumë dashni. Me shumë pasion, me shumë vullnet, me shumë energji, sepse mu për në mbush, e du që atë punë që e pojë, mu për në mbush se një tjetër që rezultatet që i arrin njerëz që bashkëpunoj me ta, dhe që kënaqësia ma nuk kur të ndigjën, dikur që nga 8 orë, 3-4 orë efektive nuk punën si duhet, edhe prap lodhet, ajo është mu shqetëson shumë. Një rast me kuptu pak më mirë këtë percepcionin, që po flasë për punën e percepcionit, është që bëhet fjalë për dy, këto e ndoj edhe në trajnimet që ka me ekipat kompanive që punojmë, është bëhet fjala për 2 muratorë. Njëri murator është të ndërtu një mur në këtë drejtim pëzojmë, edhe është të shaj, të uflu, të malku, muratori tjetër në drejtim tjetër. Ai të këndu, të fishlu, i lumë tërveç ashtu. Edhe afrohet një kalimtar aty dhe shet, tash peshojnë puna njët, 2 qase komplet ndryshe. I afrohet një atë pari, thotë, puna më barë mjeshtër, lodha, mirë, si po shkojnë puna kur t'i kthehet kjo. Çfarë puna më barë, kjo është punë e vështirë, kjo punë e maltretim është kjo.
punë fizike, kjo më ka dërmu krejt, nuk kam as apetit më hongër bukë si duhet, as nuk kam energji të më marrë me fëmi, as me grunë me dalë, as më knaqë, gjumë i natë nuk më zetë, qash më ndëm kjo punë, më ka shkatru krejt. Adin, psikisht ka shkatru, po më lodhe, më ka dërmu, po s'kom ka me thuj qofin, thot, se e kësha ndru punë me një, veç që të zënate, kom duna me mbajt, grunë e fëmijët e familjen që kom. Thot, ani më falë, burë, po, thot, a i ki po, kërë e shetë dikon të punu, është e ullës me abo një puna mbarë, adin me aletu pak, me jap një mbarësimi, u më rru diçka mirë. Hes më thot shkela shkom punë tonë, dhe i te u bonë me të regu puna mbarë, lemra atë me të lajët mija. Okej, më falë, dhe kjo vazhdan tipi. Shkon të tjetëri, afro, dhe tash më ka dolet, s'din se me ragu. Se të cilë. Ja, po, puna mbarë mjeshtër, adin se e brena jo, ati qysh, ky shumë down, shumë negativ, ky shumë happy, shumë i lumtur. Puna bërë mjeshtër, o lodhe, ka ti me to pak më atol, a i thot, marat mirë pasë o gjali mirë, qëfar të lodhe të u knaqë? Si për të u knaqë, thot, pas e ki punë e vështirë, punë fizike e ki, është vapë, është nëzet, nuk o letë me punë fizike, me mbaru muratorë, punë muratorit. Edhe, thot, jo marët, t'ju falëndëru kësa e punës time që kom, unë jam full energie, kom top e kom shëndetin, shumë trupin e shumë a ise, full muskuj. Top, thot, që shiki punë me ushqime, me familja, po mund është një bri pomare, thot, e sa po klik, thone e shkapi, thot, një porcion pasol, një salat, 2 kg me bukë, edhe jam full energi, thot, me familje, me fmi, thot, po, thot, nuk kom kry shkollë, thot, kur shkaj me fmi, ty luj, ty asi, fmi po dalin shumë zanës mirë, edhe unë po mësoj për ty në pak, ty pak me lojnë, pak asi, fmija po dalin super, janë matë mirë në klasë. E me gruna, po ki kohë mu marë, mu knash pomër, thot, e ndoj kruz, kohën, dalim për shëtit i mrami, knashëm, edhe me shoshni, me fle, si qenjë, thot, wow. Të dy të njëjtën punë. Njëjta punë, krejt njëjtë. Mirë, çka bën këtë që t'jetë kështu, e tjetrin që t'jetë ashtu? Okej. I tash thot, ky tash mrekullohet me ato, me percepcioni, është krejt e percepcioni. Jo, po thot kush është kjo punë. Ta pisha ato shtëpia atje që kom ndërtu, kat lagje komplet janë me durt mia i kom bo. Krejt janë folet e familjeve treja që kanë marrë dhe më zhvillu aty. Puna është e njëjtë, Lorik. Ti çfarë percepcioni, a nëse sheti ki e të ullot, të maltretu, ti ki, tash, unë se trajtoj këto dhe në trajnimet e mia, unë i pjesë masit në trajnim. Ti, a kështë pas dëshirë me qenë qaj personi, i parë apo i dyti, vëlla i dyti. Okej, a kështë pas dëshirë ti, me pas një partner, të parën apo dytin, burën ose grunë, ose shka do shkoftë, kush do shkoftë aje. Thot normal që dytin. A i pari, kur shkon shpe, bon dritë. Këtë shpia me të gjithpres që ka orë, dhaj, me pozitivitet, me energji, me vlera, vlenë shpe. Ky bon terror në shpe. Imagjino, jo që bon terror, aty ku është në punë, po bon terror edhe në shpe. Kjo në një sens që puna është e njëjtë. Këtë është të pjesa e percepcionit vlerave. Apo është ti që vlerë që po fiton pare, po për zhvillon familja, fëmija jote po pjashajerin, familja jote po rritesh, po ndërton, po krijon vlera për dikon tjetër, për familje të reja. Nëse na krejt e shojmë, çfarë do punën që i bojmë, ja ndrojmë percepcionin, e shojmë ka pjesa vlerave, pjesa rritjes, zhvillimit, gjithçka ndryshon. Shit mirat e të këqijat, shi bardha jo zi. Arjan, atë një refren të një këngë që e kemi përgjedhë bashk. Nuk është se e dëgjojmë shumë shpesh këtë gjë. Ja. Me gëzim po shkoj në punë, Denis. Bashkë me gëzim po shkoj. Me gëzim. Deri të refreni të fjalët që ashtu. E dëgjon sot? Mjafton, vetëm sa për ta dëgjuar refrenin, sa për të pasur motiv për bisedën. E dëgjon nga punëtorët sot, se nëse dalim në shifra kaq të mëdha me lodhje emocionale dhe fizike në vendin e punës, të nuk po shkoj me gëzim punë. Jo. Të na nuk në puni vogël, me siguri gjithë dhe ne na kanë eduku edhe në shtëpi, në familje, edhe në shkollë, që na po punëtor. Jem shumë përkushtuar, e dojmë vendin tonë, e bëjmë kështu, e bëjmë ashtu, krejt. Po tash, ajo po shqit që nuk po qëndron, ose ka roja, ka rshit. Të na është bile jem të trajtu këtë punë si bagje, seriozisht e dojmë po, s'di Lori ka këndizhu për një smundje që është përnda shumë.
Minimitis. Okej, një smundja minimitis, ja ku vendosur në emrin. Okej. Smundja minimitis është një smundje e re, që është smundje shumë e rrezikshme dhe shumë gjithse. Okej? Minimitis është që punoj si kompani, punon veç minimumin beso me mbajt kariken. Okej. Okej. Nuk ka angazhohet më shumë, nuk ka përkushtim, nuk e don punën, veç që sa me hajt beso më thonë edhe kështu me radhë. Kjo cili më i keq që te kjo ata persona që kanë këtë smundje. Është në gjithse, edhe ata punëtorët më të mirë që janë. Është si një mollë e kalbër, që i kalb krejt 10 molla, 20 molla. Ku është faji? Pse s'ka motivim ai? Tash, ai ka fajet rroga, se punëtori ale fajen rrogës. Okej. Shumicën e herave. Ja, ky minimitis. Minimitis, po. Thot so paguhem as punoj. Okej. Se mund të kam njohur 1-2 minimitis edhe unë. Çdo ditë kom punë me bizneset vogla të mesme deri te të mëdha të një. A ka minimitis me rrogë të madhe? Po. Jep ti, a din se problemi është ai e lyp pagën, që ata persona për shemb, edhe çdo në punu shumë, edhe do më lyp pagë më të madhe. Unë mendoj që paga është një faktor shumë i rëndësishëm, që është për ekzistencë, është e domosdoshme me pas parasysh. Po, unë mendoj që te ky faktor që mund të më ndiku është edhe trajtimi, edhe stafi menaxherial. Tash duhet më kon shumë. Se kanë njerëz punëtori në kompani, më shumë i lën përshtypje, më shumë e motivon një falënderim i shefit, një bravo, e ki bo një punë shumë të mirë, unë pres topit teje, edhe ecë përpara se unë me arrit rrogën 50 euro, 100 euro, që ka do shkojnë. Adin përveç ambientit punës, që tash u përmirësu shumë, krasime përpara që ka qenë, shumë kushtet më të mira janë, edhe në aspektin e pagave, edhe ambientin e vendit. Kushtet më të mira, pagat më të mira, po punëtorët më të lodhur. Po, më të lodhur, po te kjo pjesë e mendësisë. Tash kjo puna mund të më ndiku edhe te menaxherat. Pse? Ose te pronari i kompanisë. Sa i tutet që nëse unë i them Loriku, Lorik i ki boni punë shumë të mirë, bravo. Mos po merr mali, mos po las drohet, mos po mendon që unë jam i pozaventsuar shumë kështu më radh. Apo kupton, çfarë frika që e kanë udhëhecit, edhe këtë rast edhe pronarët e kompanisë që mos me lavzru. Po ty dush me la. Unë mendoj që dush me vlerësuar punën edhe me një fjalë goje, edhe me një shpërblim të vogël, një drek, një pije, një kafe, whatever, çka do që edhe më thonë që zotni, ti e ke bëni shumë, unë jam shumë mirënjohës që je pjesë e ekipit tim. E vlerësoj shumë ato. Unë e pres këto se kur jam marrë vesh në intervistë, më ki thonë këto, unë po më pëlqen që ti e ty e bo që ashtu që ka qenë pjesa e marrveshjes. Atin që ai me po se performanca, se zakonisht kur merrem punojësit në kompani, kur i pyet çka e ti gjatë me bo, unë rri më shumë, unë vi më herët, jam bashkëpunës me kolegë, bëj këto, bëj ato, kur vjen mandej bazi sa mu e bjen poshtë e performancë. E këtu ti e vlerëson, unë mendoj kështu edhe praktikoj, ti e vlerëson punën atina, edhe tregon që ja kujton që ashtu kemi pas marrëveshjen. Edhe nëse ti vazhdon kështu, ti ke mundësi me marrë edhe bonuse, ti ke mundësi me marrë, mund blitë edhe në karrierë, se na kem nevojë njerëz, se kompani ka nevojë për njerëz të zellshëm, me performancë të lartë, edhe për me ecë bashkë me është pjesa e kulturës kompanisë, që duhet më kriju. Kjo lodhja shkaktohet nga stresi në punë, nga natyra e punës, nga lodhja fizike nëse mund ta shkaktoj puna ose lodhja mendore që mund ta shkaktoj procesi i punës, i profesionit që ke, apo janë vetëm këto që edhe ato kanë faktorin vetë, edhe ato kanë rëndësinë, edhe ato munden me ndiku te kjo pjesa, po unë prapë mendoj që janë sende që të menaxhueshme. Adin thjesht me një punë fizike tronë që tonë mendojmë që një muratore ka punën e vështirë, e kuptum percepcionin. Sado që e ki ti punën e vështirë, nëse ti e ki percepcion që po fiton pisena, po ki vlera, atëherë ti gjen mënyrë me menaxhu edhe stresin edhe përgjegjësinë. Një faktor shumë kem plot djem 3 vajza, 3 punëtor të janë të jashtëzakonshëm, të shkëlqyeshëm. Unë shpirti im knaqet kur takona me njerëz që janë shumë entuziastë për të punuar, që janë zgjuar, kanë përgjegjësi, po ka plot raste që nuk do të marrë përgjegjësi.
nuk do në ti marrë përgjithësi, me jap llogari, nuk mund është me pritë edhe rrugë më të madhe, nuk mund është me edhe mundive të kënaqshëm se ty të bre ndërgjetja. Pse se ki bo më të mirën për çato dhe Kush e mbyt motivimin te punëtori? kush e mbyt motivimin, shumë pyetje e mirë. Motivimin te punëtori mund të më mbyt udhëheqësi i kompanisë, mund të më mbyt ai vet, mund të më mbyt edhe kolega, mund të më mbyt edhe rrjetet sociale, janë shumë faktor. Se shaj zotnin një koleg vet që u shku, whatever në një pushim dika, thotë ej çush shkon ai pushim, po shko pas ka shku dika në një pushim Paris, nuk ka problem me shku në Paris. Ki bileta me 49 euro, valla, shkon bilet në Paris shkon, si zotni. Që në Athinë ki me 59 euro ki me shku bilet prej Tiranës me shku. Nuk ka big deal me shku. Me pak pare, nuk do me thonë ti me bollux, me shku me pa, mu knash, mu shëtit, mu përmbush, mu motivu besa marrë me punu, që shtu e bëjmë na edhe në trajnim. Ati mja hap trunjë që nuk ka big time me mu knash, mu shëtit. Veç duhet percepcionin e vlera me punu me percepcion. Po marrë parasysh është kompani, është në punë shtetit, apo në administratë kudo që është ka mundësi, veç adëm, veç dush me lyp, nëse s'dim vetë, troket, thirte na, të kalëzojmë, të aftësojmë, edhe të drejtojmë që ka me bo. Ku po shemë shumë lodhin, cilat sektor? Ku po shumë ma shumë të lodhje, Ose nëse jo lodhe minimitis, si smundje për cilën vëllëm. Ku janë më shumë ata punëtorë që mundohen ta bëjnë minimumin e mundshëm, sa për t'i për t'i bëjnë një tik që sot punova atë që e kam obligim minimal për të mbetë në punë? Çka kisha thonë, kjo është çdo fush. Aden, në aspektin e administratës dhe në administratës shtetit, ka plot njerëz që veç shkojnë aty veç sa i nxojnë që atë vend, nuk është aty që azotnia ose e zoja është në shërbim të popullit, është shërbim të qytetarit, është shërbim të biznesit këtë rast, se me biznesi ta pagun ty rodhe në zotni, ti dush më ndajt gati kur vjune me nxirrin dokument, ti dush marrë më kështu në kohë, me më shërbim, me më respektu, o që ashtu. Edhe kjo është në çdo fush mendoj që është e theksume, që ka hapësirë për më përmirësu. A kupton se na në një mënyrë apo tjetër bizneset çfarë do të qenë, ose në situatë shumë vështirë aktuale në zhvillimit, ato janë që ato që bën që të ekonomi, ato janë bën që të shtet llo. Mjekt, policia, ushtria, krejt sendet është prej tatimit që paguajmë na. Biznesi, secili biznes paguhet, rrogat krejt që janë administratës paguhen prej biznesit. E tu me pasni për krajen, me shtyte për para, me mundësi të reja, investime të reja, këto e kështu më radhë. Edhe në bisedën e kaluar që kemi realizuar me temë të përafërt, edhe sot, pate edhe fjalë të mira, edhe vërejtje kritika e këshilla, si për punëtorin, ashtu edhe për punëdhënësin. Tash, edhe bisedën e kaluar kemi bisedu bashkë dhe menaxhimi i mirë nuk është luks. Është e domosdoshme për të shku puna përpara, po megjithatë në varg të asaj përgjigjesh më herët kur folëm për motivimin, kush e ka më tepër për detyrë që ta ndihmoj puna të shkojë mirë, punëtorit mos jetë i lodhur, po të jetë i motivuar për punën, të nxitet në kohën e tij të lirë, që përgatitet për orarin e punës të së nesërmës, apo punëdhënësi të kryej gjitha detyrat e punëtorit të vi pastaj kushtimisht mekanikisht ta kryej punën. Okej. Kur thash kush të shkrijë më tepër mend, si të thosh. Gjithmonë mend do të më shkruaj pronari. Përgjithësia pronarit është me planifiku punët, me delegu, me qartësu. Ka menaxhera që i kryejnë. Ka menaxhera që i kryejnë punë. Duhet me ditë secili detyrën dhe përgjithësinë e vet që e ka. Okej. Kjo është një send kur njerëzit e dinë çka ka për detyrë përgjithësi, nëse japet ndonjë punë tjetër shtesë, it's okay, nëse mund të më kry me kënaqësi të madhe, se ka raste kur nëpër kompani pezojmë kur ka ndodh, vjen menaxheri thotë po na vjen më aktivizu pak më shumë. Se kemi një projekt me dorëzu. Dhe adin ka në raste që tonë këshyrin poshur, asnjëri nuk dal rrallë ndonjërit me del vullnetar. Me bu me dal dikur vullnetar që shonë po dal, që të shumë më budo, ti gjithë pra po sherin, gjithë po poshtë me meshme, ati, a puton se nuk është ato që kjo do me kontribut, do me atin,
ajo është e mulla kep që i treg të poshte, edhe unë mendoj që kjo pjesë është shumë rëndësishme që vjen prej pronarit kompanisë, që krijon kulturën e kompanisë. Prej asena vjen kultura e ekipit që kërkon përgjegjësi me sporti pesë. Stafet menaxherial, si mi trajtu, si mi zhvillu, si mi rrit njerëz, si mi bëhet afër vetit. Edhe mandej kultur vjen të poshte të punojësit, kultur vjen mandej kur kultura e kompanisë për performancë maksimale këtë për rezultate më të mira, dhe vazhdojnë edhe tek klienti, shërbimi është jashtëzakonshëm. Tash për te asaj smundjes që mu duket pak me humor, po me doza të zvërtetës totalisht. Është vërtet. Nuk është e njëjta gjë si burnout. Burnout është smundje. E cila mund të fitohet në punë ose rreth saj nga stresi, nga angazhimi i tepërt, nga mungesa e balancës jetë personale, jetë profesionale. A janë të njëjtat gjëra? A ka burnout në Kosovë nga ato që ishin në mesin e kësaj përqindje të lartë të njerëzve që ndjehen të raskapitur në punë? Me siguri që ka. Besoj që ka dhe ajo ndodh, është normal, është njerëz djegjen. Po prap mendoj që krejt është e percepcioni. A kupton, çu ti, nëse nuk adin punë më të lehtë me ja, apo e merr me stres, e merr me ankesa, adin një sen që ka pas dëshirë me nda me gjithë dëgjuesit. Na jemi popull i vogël, shqiptarët jam sa grushti. Ne nuk kem kohë më marrë me burnout, me këto sende të vogla. Na nëse dojmë me ecë përpara, është duhet me punu fort. Kur thon fort, milion fjalë, milion ankesa, milion me marrë me punë të huaja, po me punu, mu zhvillu, mu eduku me ecë përpara. Qysh e bojnë kinezët, japonezët, koreanët, amerikanët, çdo popull i arritun. Ne zakonisht unë mendoj që kjo mundet me qenë edhe prej të jashtit, imponume, infiltrume, për më konë si një kjo smundje, mundet edhe më konë importume, infiltrume, mësë më konë njës të knaqshëm me kur gjo, as me familjen e vetë, as me udhëheqjen e kompanisë, as me klienta dhe mësë kur gjo, edhe kjo mundet me ndodhë kretë kollaj. Qysh veç ti shkatroja motivin për punë, shkatroja motivin kur ti s'ki motiv për punë, s'ki as për vendin tënë. Unë mendoj që sot patriot është ai që kontribon, që punon, edukohet, zhvillohet, nuk merret me punë të huaja, nuk merret me zona të kota, edhe që patrioti më i madh. Çka është më mira për punë? Që edhe të mos digjesh, mos ndihesh lodhje, të shkosh në punë i motivuar, të paktën arsyeshëm i motivuar, në mos shumë, ta krysh punën si duhet me nder dhe respekt, edhe ta përfundosh dinjitetshëm orarin e punës për një ditë të caktuar. Çka është përshkrimi i qartë i detyrave të punës, orari i punës, pagesat, ndjenja qenit i respektuar në vendin e punës, komunikimi, vlerësimi që ta jep ekipi, a janë gjitha faktorë të rëndësishëm apo ndonjëra më tepër? Secila ka vlerën e vet, secila ka peshën e vet, secili njeri do mu ditë i vlerësuar, secili njeri don me pas një qartësi, se tash unë kanë shumë shpesh kur bëjmë trajnime në për kompanitë që bëjmë, që pjesa menaxheriale kur e marrim dikon në punë ose kur dojmë delegu një punë, na e dim atë punë. Ose ti fëmijës tënd kur ti i thosh bënë çet punë çështu, edhe ti tash ty me ditë ty mendoj që ai duhet me ditë edhe ti si ti që e din. Edhe nuk e sqaron deri në fund. Edhe mandej lëri pa knacit, nuk kryet puna si duhet, pse se ka trajnu, se ka aftësuar si duhet, deri sa se ka kuptuar. Ai din si bën me lëviz këtë gotë deri në këtë vend. Kupton, po lëvizet dhe aty, tash ai ka vendosur aty, ai ka më atë poshtë, më lart, ai kredi diçka ka shumë pesh. Se ty mendoj që edhe ai duhet me ditë, ai nuk e din. Dush më sqaru. Tap që kjo punë bëhet kështu, ai e kuptu, mirë. Hajde demonstroma, hajde edhe një herë, në rregull, po, s'ka nevojë me thon mandej në terren kur dal çush më apo, atë kum kallzu vëlla, ai a gjithon që ai e kuptu, në rregull e gjendu. Krye punën. Çish mu shëru për kësaj smundje? A ka shërim? Po ka shërim normal. A shërosh vet, a shërosh mendimin e profesionistit?
zakonisht është me ndihmën e profesionit. Edhe në pak si numër këto e bën, po për një me është një gjë brëngose. Kur flasim për lodhje, Denis, pas lodhjes vjet çlodhja. Po. E tash nëse po dalim ka shumë të lodhur në punë, të raskapitun, a ka çlodhje për kësaj raskapitje? Normal që ka. Një gjumë të mirë, po. Një shoqënime, një kohë të mirë me dikon që ti e don, një pushim të shkurt. Një pushim të shkurt, një pushim me familje, një dorë, një drejt, një shoqëni të mirë që e ki me dalë me kesh, mu shfry. It's okay, jeta është tonë kanë të lashe. Dikush ka më shumë, dikush më pak. Na mendojmë që veç na i kam probleme, kur punoj me njerëz, veç të na shqiptarët, jo vëlla, gjithka, se mu më ka me bëj trajnime gjithka. Kom bëjë Dubai trajnim, kom bëjë Zvicër, Itali. Njëjtat hallë i kanë edhe shtetet që janë të zhvilluar ekonomikisht. Po, besom që adin se të edhe trajnon aja është dhe i kuptej, takojmë njerëz. Diku diçka më lehtë, diçka më lehtë të na, diçka më vështirë, diçka pak a shumë njëjtë janë, krejt njerëz gjithka është njëjtë. E nisëm me humor, le ta prekim ashtu, le të mbesim ashtu edhe pak. Shifrat janë me tash gjysa humorit është për një mend, thot populli. Shifrat janë shqetësuese veçanërisht për Ballkanin, e ato që pash unë Shqipëria, Mali, Zi dhe Kosova aty, por sikur janë Barcoletat për Dembelin e Malit Zi. Kosova pak më shumë. Pse? Nëse ne përshëndesim pikë të mëngjesit, a u lodhe nëse ne e shohim dikë duke punu në rrugë, e pysim a u lodhe, edhe ai na kthen jo, po. A jemi të sinqert me punën ndaj vetes tonë, me angazhimin që japim për punën tonë? Nëse na e ndryshojmë që të se po zëmë, a u lodhe e eliminojnë komplet si kam. Aty është problemi kryesor të Po, mendoj, mu dhe me ndiku psikologjit njerëz, të shkatin në market, ato vajzat, ato qikacion, aty, me qindra klienta në ditë e kanë. Ata që të ditë edhe a u lodhe, smira që keq grysht, bëmba e shkon zhak për toke, a nuk bën herë të nditën mu, a i gjoj e vozë e shkret, për një me kam, a ndikon, në një mënyrë ose është Neuro-Linguistic Programming, NLP është. Në mënyrë pave dishme ti ta programon trunin ti me nis me u lodhë. Mi ndru me hek ato, përshëndetje, mirë dita si e, mirë po dukesh, ajo starti është. Mandej me marrë me përgjithësi punën, me hep që ato që tha, me nder, me dhonë ma të mire mundshme që i bojmë, që ka do dhe pëllqen, nuk ka punë ideale. Se cila puni ka sfidat e veta, se cili profesion. Tonë mendojmë që ky pas ka kushtet ma të mira, po t'jep ka rogë ma të mire, ka këto, po hinë ti ato kështu që ka kushtet. Jashtë duket shumë bukur e madhe, forte, kështu, ashtu, po kur hinë me ata është këtë ndryshe. Dhja vlerën që ose, nëse s'pëlqen, po problemi është një sens këtu që njerëz nuk rahatohen në një vend, ndrojnë vende, është një problem shumë i madh tash më ndodh. Si të na si Shqipëri, si mas ndrojnë vendin e punës apo profesionin? Vendin e punës e ndrojnë. Ti nuk mundesh me borat, ti s'ka son rregull me ty. Nuk ndrohet më puna çdo 3-4 muaj më shku me ndru punën. Ti s'ka son rregull me ty. Nuk ka kompani të përkryme që ti jap ty kushtet më të mira në botë. Ti dush me kështu vetës ka gjishtë dhe që ka probleme me ty. Ullu njëre, fol me veten, prit se diçka s'ka ka rregull. Edhe përmirësoj që ato sende. Ato që e pyte me puna, ato të më drejtu të psikologu, vetën dush me pyt. Na kretë mundë me i rajt, me i mashtru, me i gënyu, po vetën s'mundesh. Vetë që ullësh klap, i qëtë një listë senat e mira që e ki, na edhe në trajnime praktikojmë. Onë pozitive që i ki në kompani, e kom pagën me ko, e kom këto, e kom trajtimin, e kom këto, e kom të cilat janë dy senat që si kom të mira në kompani, një ose dy, mundër me dojë, që pëlqenë, ka dore tash, cila o para spesha, a në marrë shumë vjenë që kjo, apo që thot një ose dy që dojnë që son mira. Kur ka nuk mundesh me bo hajrti. Unë mendoj që kjo pjerë sa dikush mundë me thonë valone, ta kësha pas, të kësha shku në një film tjetër, kësha bo ma shumë. Po ti nëse ti nuk e shfrytëzon me bo ma shumë ti që aty, nuk mëson, nuk zhvillohesh, nuk krijon rjetë, nuk shton vlerë, shkon cilën dush kompani nuk ki me bo hajrë. Jo në ta kësha pas kompani, as kompaninë tonë dhe s'ki me bo hajrë, ki me dështu automatikisht.
Nuk ka shans ti me bo kompaninë tonë ose me çfarë do kompani Google me çu me punu, nuk kemi bo herë se si ti u bo herë ashtu. Percepcioni, vlera, puna, performanca, nuk kem kohë na më marr me tash thona. Do të migra punës. Jemi në kohë fushate, Denis. Po. Në fakt, në dhjetore dim se në 28 dhjetori patëm zgjedhjet e 4-ta brenda vitit, se ishin zgjedhjet e shkurtit, pastaj zgjedhjet lokale, zgjedhjet balotazhi për kryetarë komunash dhe në fund sërish zgjedhjet parlamentare. Dhe ishte ashtu si humor, e din, në vend se të shkojmë zgjedhje një herë në 4 vjet, po shkojmë zgjedhje 4 herë brenda vitit. A e shkatron, a lodh, a dopson, a minimizon biznesin, ekonomin, një krizë politike kështu sikur se po flitet. Çfarë thon biznesat, pronarët e bizneseve, menaxherët e punëtorët me cilët ke kontakt? I ka dëmtu kriza politike në aspekt ekonomik? Shumë i ka dëmtu në aspektin ekonomik. Kjo ngulfatje që po ndodh, që po shtyn këto gjëra, mu për vetë kur pishot tash ato çdo adin shumë po meritojnë. Boll e duket vend, boll munduana me kontribu, me çato që moj, me çato që di. Po kur pishoj këto sene që po ndodhen shumë adin bezdishme. Është e bezdishme jo për biznesat që i bën dëm, që është shtylla e secili shtet është biznesi, që duhet me shty për para, po dhe për punonjësit vëlla. Edhe ato janë lodhën tesh, këtë popullat janë tesh. Zgjedhja, do me punu diçka vëlla, do me vish me... Jemi lodh me punu. Po, jemi lodh me punën, po. E unë mendoj që kjo ka ndikon në psikologi. Më shaka ishte qeshja, nuk ishte për qëllim tjetër. Edhe mendoj që për një me në kanë mërzit kretë me këto zgjedhja. Atë tënë jonë zhgënjym, atë kjo është si lojë fëmijëve, jo, si smit. Do të mbulë më marrë, vesh me kry punë dhe mesre para. Kjo lodhje nga zgjedhjet, se edhe ne si popull në përgjithësi, kur duam të ankohemi në diçka në bazë të anketave që i dëgjojmë qytetarët, e përmendin shpesh, e përdorin shumë këtë fjalën jemi lodh nga. Jemi lodh nga kjo, jemi lodh nga ajo. A është një fjalë që e themin mungesë të shprehjeve të tjera apo për një mend, sinqerisht jemi lodh, është e duhur, fjala korrekte. Kjo është për një mend. Për një mend janë lodh njerëz, janë lodh popullata, pyes a do me votu, do të zonë. As me votu ka njerëz që do me votu. S'do të zonë lodhën tesh mo, çka mo. Dikur. Tash nëse prap, si pas gjitha qasve, prap do me pas 10 dhjetor. Come on, man. S'po di, kjo mendim jam. Edhe du të me hecë. Kro punës me marrë projekt të reja, me hecë për para. Kjo është mendim jam dhe besoj që ashtu du t'jetë. Nëse dikush thot jemi lodhur në punë, vretjet i tham, po nëse dikush thot punëtorët i kam të lodhur. Punëtorët i kam lodhur. I kam të lodhur, po më vind të lodhur në punë. Okej, edhe faji është i shefi këtë rast. Nëse të gjithë janë të lodhur. Po nëse diçka s'në rregull me ty, ti dush me shumë me ndryshu. Me shumë më marrë me ta, me bo një intervist, me pyet intervistan të asin vend e punës. Se i t'i knosu në vend, çka mund diçka me ndryshu, pak me ta letu. A një dhe shasena, që për pak gjana ka njerë shumë ndryshimet maja mundesh me bo. Me pak, jo diçka të mrekullueshme, për pak ka njerë, si e thash dhe atë rastin. Një 50 euro nështë ta dikujna e plotësan, dikujna një bonus, dikujna një fjallë të mira, aden varet edhe se cilë punojnës nuk mundesh me qasë njëjtë. Dush me përshtat. Ndryshojnë qasë. Sa orë the që punojmë në mënyrë aktive? 3 orë si mas do së dime që na. 8 orë është punë. Dhe nëse në 8 orë punojmë 3 orë aktive dhe ndjehemi të lodhur? Atëherë s'ka. Do t'jetë temë për ta trajtuar në një bisedë tjetër për sot. Të falenderoj shumë që kohën tënde e ndave për ne dhe shikuesit tanë. Me kënaqësi më të madhe, shumë kam obligim ndaj juve se i kem parkras edhe në eventet që organizojmë edhe kurdo që keni nevojë jam në dispozicion të juve. Faleminderit shumë për bashkëpunim. Na ke dhënë edhe këshilla për të gjithë shikuesit. Faleminderit edhe për këtë. Faleminderit shumë edhe juve. Me shumë kënaqësi të nderuar miq, Denis Gafurri në Horizontin e Mesditës.